Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, gjatë inspektimit në qendrën multifunksionale Vor, zhvilloi një bashkëbisedim me të rinjt në kuadër të aktivitetit Rinine në Vizje, fuqia për të ndikuar, ku 25 të rinj janë aktiv në programet e qendrës, duke u angazhuar në shërbime dhe punë vullnetare në mbështetje të komunitetit të zonës. Duke vlerësuar rëndësinë e angazhimit vullnetar, Ministria Sala theksoi se ky model duhet të zgjerohet në të gjithë Shqipërinë, ndërsa përgëzoi të rinjt për kontributin e tyre dhe i inkurajoi për vijimsinë e këtij angazhimi si një vlerë qytetare dhe humane në shërbim të komunitetit. Po vizitoj të qendrën multifunksionale këtu në Vor. Është një shembull i shkëlqyer i një bashkëpunimi midis qeverisë, pushtetit lokal, sigurisht institucioneve ndërkombëtare që na ndihmojnë vazhdimisht, nëpërmjet mekanizmit të fondit social. Është një fakt që nëpërmjet vullnetarizmit, siç e shohim këtu, po dhe këtij bashkëpunimi shumë të fortë, kanë marrë ndihmë, janë ndihmuar rreth 47.000 persona. Dhe kjo është një gjë për të qenë krenar, sepse është një arritje e vërtet, një arritje me shifra, me fakte, me historira personale, siç i dëgjuam edhe kur erdhëm këtu, dhe janë ofruar rreth 98 shërbime. Këtë model duhet ta zgjerojmë në përgjithë Shqipërinë. Ndihma që i jepni njerëzve që kanë nevojë është një ndihmë tamam sublime, është një ndihmë që është e pazëvendësueshme. Aktiviteti Rini në Lëvizje, fuqia për të ndikuar, vjen si një bashkëpunim ndërmjet Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, Bashkisë Vor, organizatave lokale të shoqërisë civile me ekspertizë në fushë dhe organizatës Shoqata Kombëtare e Edukim për Jetën si pjesë e programit EU for Social Care dhe ka në fokus fuqizimin e të rinjve përmes përfshirjes aktive në jetën sociale, promovimit të vullnetarizmit dhe zhvillimit të aftësive për angazhim komunitar.